Ka kaluar plot një muaj nga momenti kur yjet e ekranit dhe jo vetëm nisën bashkëtesë në fermën më të madhe në Shqipëri, në një format që prej ditës së parë ka sjell emocione, tensione dhe surpriza të shumta për publikun. Çoni! Sot, pas 4 javësh, konkurrentët ndodhen në një pikë these të lojës, ku gara, strategjitë dhe emocionet janë më të forta se kurrë. Çdo veprim, fjalë apo vendim mund të ndikojë fatin e tyre brenda fermës. Edhe me këtë që po për asnjë lloj gjëje. Reality show që transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës ka sjellë situata që kanë lëkundur raportet mes VIP-ave dhe kanë zbuluar shumë për karakteret e tyre të vërteta. Është raporti çim. Moj nuk më plas fare çfarë raporti se nuk dërhyve njerin në raport. Big Mama, si e zgjedhura për të drejtuar punët, ka marrë rolin me seriozitet dhe energji pozitive. Ajo ka ndar detyrat duke angazhuar vajzat në stall dhe djemt me punët e shtëpisë, duke sjellë në këtë mënyrë një organizim më efikas dhe një atmosferë më të bashkuar. Agai ka vendosur që sot të realizoni një sfidë durimi. Në ndrejtimin e Agait, një provë durimi i vuri fermerët përballë një sfide fizike dhe psikologjike. Të ndarë në grupe, ata duhet të mbanin qypa të varur me litar derisa të dorëzoheshin. Andrea, Casey, Nur, Big Basta. Penalizimet nuk munguan. Andrea, Nuri, Casey dhe Big Basta, që nuk ja dolën dot me sfidën, si pasojë u përballën me dënimin e vendosur në mënyrë të qartë përmes zarfit zyrtar. Vetëm gjella të ëndër, edhe darkat kanë një javë që pat peshë. Ndarja e buxhetit gjithashtu ka sjellë përplasje. Me 88% të shumës të ndarë për nevojat personale, pakënaqësitë nuk munguan duke krijuar tensione të reja në grup. Ferma VIP ka ofruar jo vetëm marketing, por edhe reflektim mbi jetën pa teknologji, me punë të përditshme fizike dhe në kushte larg komoditetit. Publiku do të votojë sërish për fermerin e preferuar, ndërsa Alba, e penalizuar për thyerjen e rregullave, pritet të zbulojë emrat e fermerëve që do t'i bashkohen në nominimin e ardhshëm. Zhvillimet e fundit do të marrin zë në spektaklin e sotëm, që nis live në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet të dedikuara të platformës Tring. Vërtet?